Vinicius Junior, janë qëndër Mbappé, Vinicius Junior, provon vetë Junior! Një piktur e Vini Junior, një kryevepër, goli dytë në këtë UEFA Champions League, por ka nxjerr nga repertori i tij një tjetër piktur spektakolare. Vinicius Junior 0-1 për Real Madrid minutën e 50. Ndërkohë që ku tjetër Reali që kalon përpara. Reali ka jashtë për shkak të kartonit kush të marrë në këtë stadium në fund të janarit. Një për Real Madrid minutën e 50. Ndërkohë që ka një karton nga në Letexie. Reagim nga publiku Letexie për me shenjë Vinicius Junior që të festoj. Dashta kërkon që të evitoj, në dimë se është për provokim apo për diçka, Vinicius Junior nuk rrezikon. Me atë gjuajtje iki kundërshtarëve për kundërzisht shpeshherë provokues. Ndërkohë që situatë tensionuar. Ky është momenti. Vinicius kërkuar vëmendje Letexie, më tej duhet kuptojmë sepse ende nuk është e qartë nëse e ka me publikun apo e ka me Prestianin që ishte aty pranë. Kam vështirësi që e ka me publikun më shumë se sa me Prestianin dhe shenja gjyqtare që do të pritet ndeshja momentalisht. Vëshullimat. Vështirë do të ketë edhe pak vështirë Vinicius Junior që të vjojë dorë në këtë ambient krijuar tashmë. 3 herë kampioni i Spanjës, 2 Superkupa, 1 Kupë Interkontinentale. Lojtari më i mirë i La Ligës në 2023 ishin shpallur nga Liga Spanjolle. Patjetër që ka sindikat cilësie të lartë. Që ka shumë kvalitet, por që ndonjëherë është provokator. Nuk është ky rasti. Por patjetër që ka qenë shpeshherë në epicendrën e ofendimeve për ngjyrën e lëkurës, sepse në stadium miq të gjithë përvojën që dhe ju jam i sigurt që keni patur në stadiume çfarë nuk dëgjon veshje për ofendime që nuk janë të mira asnjëherë në asnjë lloj mënyre, dhe duke qenë që regjia fokusohet tek Prestiani, kam përshtypjen që nuk është vetëm për publikun, por është drejt për Gianluca Prestianin, argjentinasin. Për fat keq të ndodhe edhe në fushë kjo. Të ndodhe edhe në fushë në vende të caktuara kur lojtarët kanë ofendime dhe me njëri tjetrin. Një natyre që nuk është ofendim. Nuk e dim nisha ka ofendime normale, nuk e dim se më gjej fjalët e përshtatshme, por ka dhe në lojë jo pak herë ofendime të një natyre racore, dhe duke qenë që